Në komunën e Tetovës pritet që 1025 nxënës të regjistrojnë shkollat fillore. Nëse bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, ky numër është rritur për rreth 90 nxënës, por mbetet për tu parë se sa nga këta fëmijë ndodhen aktualisht në Maqedoni dhe nuk janë shpërngulur. Nga sektori për arsim në komunën e Tetovës thonë se sot ka filluar regjistrimi dhe dhënat nga librat am tregojnë se ka një rritje të numrit të nxënësve. Problematike edhe këtë vit mbeten prindërit që duan të regjistrojnë fëmijët në shkolla që nuk i përkasin rajonit të tyre. Të dhënat që i kemi marrë nga Drejtoria e Librave Am në komunën e Tetovës, gjithsej pritet që të regjistrohen 1025 fëmijë për vitin akademik 2026-2027, edhe atë në 12 shkollat fillore që janë në rajonin e komunës së Tetovës. Sipas informacioneve që i kemi marrë sot në mëngjes, gjatë komunikimit me shkollat tona, nuk kemi hasur ndonjë problematik përveç rasteve kur disa prit kanë tentuar që me anë të një dokumenti të marrë nga noteri që t'i regjistrojnë në shkollat ku nuk i përkasin rajonit ku jetojnë. Përndryshe gjithçka është duke shkuar mirë. Krahasim me vitin e kaluar, në shkollat tona ka pasur të regjistruar 939 nxënës, të përkatësisht shqiptare, maqedone dhe turke. Ndërsa në krahasim me këtë vit që pritet, që do të regjistrohen fëmijët e vitit 2020, përkatësisht edhe ato që janë të lindur në janar të 2021-shit. Nga shkolla fillore Liria thonë se këtë vit do të ketë 6 paralele, 4 në gjuhën shqipe dhe 2 në gjuhën maqedonase. Sipas drejtoreshës pritet që numri i nxënësve të jetë i njëjtë me vitin e kaluar. Si çdo vit edhe këtë vit, domethënë fillon regjistrimi i nxënësve në klasën e parë. Këtë vit kemi 6 paralele, 2 paralele të gjuhës maqedone dhe 4 paralele të gjuhës shqipe, mësim në gjuhën shqipe. Ne si institucion domethënë jemi përgatitur, kemi bërë të gjitha përgatitje që duhet një institucion të ketë për regjistrimin e nxënësve në klasë të parë. Dhe këtë vit mbas asaj listave që na kanë ardhur nga komuna, domethënë nuk kemi ulje të nxënësve, është si ka qenë vitin e kaluar edhe këtë vit domethënë është i njëjti numër. Procesi i regjistrimit të nxënësve në klasë të parë në Tetovë për vitin akademik 2026-2027 reflekton një paradoks midis statistikave zyrtare dhe realitetit demografik. Edhe pse të dhëna nga librat am flasin për një rritje prej 10% të numrit të nxënësve krahasuar me vitin paraprak, autoritetet mbeten skeptik për shkak të trendit të vazhdueshëm të migrimit të familjeve drejt jashtë shtetit. Përveç sfidës së shpërnguljes, komuna po përballet edhe me presion administrativ të prindërve që tentojnë të anashkalojnë ndarjen rajonale të shkollave përmes dokumenteve të noterizuara në kërkim të institucioneve të caktuara arsimore.